opozita nuk arrin të rrëzoj qeverinë. Aq sa të duket ndonjëherë që edhe Edi Rama po u arrestua, po doja nuk vjen dot në pushtet. Domethënë është shumë e çuditshme. Sot më kontaktuan shumë kolegë demokratë dhe më pyetën, ishte debat juridik që si e vlerëson të çështje etj, dhe a duhet të ketë zgjedhje, madje pati zëra thirrje për zgjedhjet parakohshme. Dhe unë gjithë miqve të mi demokrati bëja një pyetje. Po mirë më, ju jeni gati për zgjedhje, sikur Rama sot thot mbas 2 muaj zgjedhje. E dini që mund të ndodhë që PS-ja të fitojë më thellë, se eksperienca ka treguar që pas çdo skandali, domethënë në përbashki, në për qeveri etj, pas çdo çështje penale, fitoret kanë qenë më të thella. Pra, më shumë se sa një palë zgjedhje të reja është diskutuar pak një nga skenarët një qeveri tranzitore, se mbase ndihen më të mbrojtur dhe nuk janë të gatshëm të hyjnë në zgjedhje, po do pyes edhe Ali Mehmetin për këtë. Pa, Sefa e tha shumë bukur. Më duket se tha Sefa. Tani Sefa tha që këta në vend ta kenë aleatin kryesor. Po, Sefa. Sot ai citoi dhe një deklaratë aty, i kundërvjen Spakut, akoma i thon Altin Troplini aty. Po unë mendoj që Spaku në një farë mënyre ka bërë atë që në 35 vjet nuk ka ndodhur në Shqipëri, që brenda një harku kohor 4-5 vjeçar ka çuar 50% qeverisë në bankun e të akuzuarve. Dhe tani këta po presin, duke qenë se me votë po sjellin dot rotacionin, presin që edhe të rrezohet vetë. Prap edhe sikur, dëgjoj, edhe Rama sikur të shkojë. Edhe sikur Rama, ndonse ta kenë qartë një gjë që Spaku që të procedojë Ramën penalisht, i duhet leje nga vetë Rama, se është kryeministër dhe ka dispozit veçantë. Ka mbrojtje veçantë presidenti dhe kryeministri. Pra, nuk është aq e thjeshtë që hetohet kryeministri, po edhe sikur prap rotacioni politik do të vi me zgjedhje. Në detyrë. Rotacioni duhet vi me zgjedhje. Në detyrë është shumë e vështirë. Është e vështirë. Okej, Ali Mehmeti? Nëse bëhen zgjedhje, bie qeveria, nesër bie edhe Rama, jeni gati për të hyrë në zgjedhje? Unë mendoj që Partia Demokratike ka absolutisht një nevojë riorganizimit plot, kokë kom. Nuk është herë e parë që e them, vazhdoj e them, sepse ka qartësisht një zemrim masiv ndaj qeverisë, po që duhet kapitalizu. Kapitalizohesh kur vepron në mënyrën e drejtë. Dhe veprimi në mënyrën e drejtë është të respektosh përfaqësimin dhe të respektosh meritokracinë. Dhe në atë mënyrë absolutisht e kapitalizon. Po për këto duhet një riorganizim i plot. Absolutisht kokë kom, kërkon kohën e vet. Mund të jetë dhe proces jo i lehtë dhe i dhimbshëm deri diku, por të jetë i nevojshëm. Sepse pa atë lloj riorganizimi, ai kapitalizim që thash pak më parë, vështirë që arrihet. Jo se është 100% e sigurt që nuk arrihet, por shumë e vështirë që të ndodhë. Edhe kështu dhe absolutisht, dhe kështu dhe ne shohim se ne tha OSB Odiri. Ne kemi shumë qartë që betejë është me një luftë pa barabartë, i gare pa barabartë, me një parti shtet. Me shtetin dhe pushtetin, po, patjetër. Ne thotë OSB Odiri, ne thotë Këshilli i Evropës. Prandaj neve të keqes ekstreme duhet i vendosim të mirën ekstreme, pra moralin e plot, me njerëz me integritet, me njerëz përfaqësuar, me njerëz me mbështetje, që janë shumë të qartë nga ku nisën rrënjët e forta që kanë në opozitë dhe për ku po shkojnë. Dhe nëse kjo nuk ndodh, patjetër është e vështirë për Partinë Demokratike, diskutohet. Do të ishte një justifikim dhe jo një qasje në problem, në thelb të problemit, një qeveri tranzitore? Apo një bashkëqeverisje? Kërkoj opozita në këto kushte një qeveri tranzitore? Unë mendoj që absolutisht garanti i zgjedhjeve të pabarabarta është Edi Rama. Kështu që sa kohë është Edi Rama kryeministër, zgjedhjet nuk kam qenë ndonjëherë të barabarta. Okej, po kishim dhe bashkëqeverisje. Që është e nevojshme. Bashkëqeverisja është çështje tjetër dhe në fakt dim se çfarë ndodhi, tranzitore ishte. Dim marrëveshjen që u bë e majit dhe ka qenë pastaj problemi i strukturave drejtuese PD-s. Unë s'kam qenë pjesë e strukturave të PD-s aso kohë, kështu që mund t'ju flasi votues. Dhe ka qenë problem i strukturave të PD-s që nuk ndëshkuan humsit ashtu se duhet ishin ndëshkuar nga pikpamja meritokratike. Pra humbej, hap mbrapa largohu. Dhe nga ky aspekt rinovohet dhe t'jeni të bindur nuk do përsërishin gabimet e 2019-s pastaj. Që shku u bë bojkoti parlamentar, që shku u bojkotuan pushteti vendor, sepse ato
vazhdojmë neve ato pasoje e vuajmë. Dhe kujtoj që 21-shin